Ministria e Shëndetësisë nënshkroi marrëveshjen e Qiras me qytetin e Shkupit për ndërtimin e garazheve shumë katëshe në kompleksin e klinikave Nën Tereza. Kryetari i qytetit të Shkupit Orse Gjeorgjievski premtoi se i njëjti do të jetë gati në fund të vitit të ardhshëm. Faza e parë, njoftoi ai, do të përfshijë ndërtimin e 2 parkingjeve në kapacitet prej 500 vende parkimi. Njëri do të jetë tek parkingu tek ginekologjia që është në anën e majtë të hyrjes dhe tjetri tek kisha, kurse sa i përket çmimeve tha se ato do të ngelen të njëjta. Parkingjet montuese. Në fazën e parë që do ndërtohen 2 të tilla me së paku 500 vende parkimi për fillim. Nëse situata tregon se ka nevojë për vende parkimi shtesë, do ndërtohet edhe një parking montues. Ky do të jetë një rregullim i kaosit që ka qenë gjithë këto vite. Potencoj se me çmime të njëjta dhe me shërbime më të mira, këto parkingje do t'i shfrytëzojnë pacientët. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu tha se marrëveshja është lidhur për një periudhë 15 vjeçare me një qira prej 10% të qarkullimit total të realizuar. Qiramarrësi, theksoi ai, është i obliguar që para Këshillit të qytetit të Shkupit të propozojë një listë çmimesh për shfrytëzimin e parkimit brenda kompleksit, e cila, siç shtoi, duhet patjetër të përfshijë bileta për përdorues me qëllime komerciale, për shfrytëzues të shërbimeve shëndetësore brenda kompleksit, për pacient me sëmundje malinje dhe për të punësuarit në institucione publike shëndetësore. Bëhet fjalë për një marrëveshje për dhënie me qira të pasurisë së paluajtshme me marrëveshje të drejtë për drejtë me qytetin e Shkupit, me qëllim organizimin, menaxhimin, rregullimin dhe mirëmbajtjen e parkimit në hapësirën e kompleksit klinik Nën Tereza në Shkup. Qyteti i Shkupit ka detyrim që brenda 60 ditëve të ardhshme të dorëzojë një plan veprimi për zbatimin e aktiviteteve me afate konkrete për implementim. Gjeorgjievski bëri me dje se javën e ardhshme do të bëhet ribalansi i buxhetit dhe njëra nga pikat do të jetë pikërisht çështja e parkingut. Ata gjithashtu potencuan se pas orarit të punës, nëse vërtetohet se kapacitetet mundsojnë parkim rezident, do ta mundsojë një gjë të tillë. Ministri Aliu sqaroi se në këtë projekt do të implementohet sistemi i mençur i parkimit me senzor të integruar në çdo vend parkimi dhe detektim të vendeve të lira, me kamera për regjistrim të automjeteve, aplikacion mobil për rezervim dhe pagesë në kohë reale, si dhe lidhje me sistemin fiskal.